Një prej komedive me të dashurat e skenës shqiptare Pati 176 erdhi në skenën e Patë Kulturës në Lezhë në një interpretim të veçantë ndryshe nga çdo pritshmëri, jo nga emrat të njohur të teatrit, por nga një grupzan si plot pasion dhe guxim nga shkolla Beslidhe në Lezhë. Skena e Patë Kulturës u kthye në një skenë të gjallë humori dhe emocionesh, ku publiku përjetoi një nga komeditë më ikonike shqiptare në duart e prejës të ri. Në drejtimin e mësueses Alketa Bejtja, që drejton klubin e teatrit në këtë shkollë, të rinjtë u përballen jo vetëm me rolet, por me gjithë karakterin e thellë e të ngarkuar që mbart vepra. Sollëm në Lezhë me shumë sukses Pallati 176. Këtë komedi që është maja e Olimpit të humorit shqiptar. Nga kursi i teatrit të shkollës Beslidhja u përgatit për 2 muaj rresht kjo komedi, që kishte dhe ato vështirësitë e veta sepse mosha e tyre relativisht e vogël nuk përkonte me moshën e personazheve. Gjithashtu ata sollën përpara spektatorit lezhian një realitet që nuk e njihnin, nuk e imagjinonin, por megjithatë ata ja dolën dhe e sollën me shumë sukses, duke korrur edhe duartrokitjet dhe mirëkuptimin edhe gjithçka që publiku lezhian i dha atyre. Ester Pulaj, Brian Pasha dhe Patrik Zefi në role që kanë skalitur aktorë që i kanë vënë vullin kësaj komedie, dhanë prova jo vetëm të talentit, por dhe të një përgatitje të kujdesshme dhe përkushtimit të vërtet ndaj artit skenik. Normalisht për moshën tonë ka qenë pak e vështirë, po me punën tonë paloshme, si edhe me mbështetjen e Zushës, arritëm të korrim një sukses të madh sonte dhe treguam që pavarësisht moshës, pavarësisht vështirësive, pavarësisht atij talenti që njeriu ka në aktrim, mund t'ja dali gjithmonë me punë pa lodhur. Jam shumë mirënjohëse ndaj Zush Alketës që më ka hapur një derë, po themi, në rrugën e aktrimit, sepse ky aktivitet nuk ishte e para për mua. Nuk mund të them se mundi për me bë veten si një aktor konkretisht. Ishte ka vështirësitë e veta për me bë lëvizje të zonë me shumë gjëra të tjera, por e rëndësishme është, gjëja më e rëndësishme është që u kënaq publiku, gjithë qeshin na duhet të kitën dhe pse jo që të bëjmë një aktor në top. Ishte një komedi shumë e parë, para 2 muajsh e filluam si komedi, kisha shumë emocione, pikpyetje vetvete, por me punë arrit atje të kopju një rol një aktorit shumë kanë si Roland Trekici. Atëherë ishte pak e vështirë, po ishte edhe pjesë shumë e mirë. Nuk që ishte një rol shumë të rëndësishëm, ishte pjesë të vështira, ishte edhe pjesë shumë qesharake. Mendoj se kjo do jetë një eksperiencë shumë e paharrueshme. Publiku reagoi menjëherë me duart rokitje dhe emocione, duke konfirmuar se arti edhe në duart të reja ka fuqinë të prek dhe të argëtoi. Kjo shfaqje dëshmoi që të rinjt mund të rilindin vepra klasike dhe të mbajnë ato të gjalla për publikun.